Protesta në Koçan pas tragjedis, kryetari i komunës jep dorëheqje. Pesëdhjetë e një të lënduar nga zjarri në Koçan prokurohen në 6 shtete të huaja. Ministri i Brendshëm Toshkovski jep detaje, janë mbi 23 të dyshuar, 11 në paraburgim. Kryeministri Mickoski kërcënon BDI-n pas tragjedisë. Arber Ademi i BDI-s thekson se Mickoski përpiqet të fajsoj ish pushtetin. Shëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Maqedonia e Veriut është në zi për 59 jetët e humbura në diskotekën Puls në Koçan. Në Koçan, në vendin e tragjedisë, qytetarët kanë protestuar duke kërkuar drejtësi. Duke brohuritur vrasës, ata kanë kërkuar drejtësi. Protestuesit demoluan një lokal ndërsa hodhën gjyrë dhe vezë tek komuna. Protestën e kanë ndjekur kolegja jon Teuta Buçi. Teuta, nëse po dëgjohemi, linja për ty. Po, përshëndetje Aziz, pra qytetarët e Koçanit janë thellësisht të rënditur nga tragjedia e djeshme, e cila i mori jetën 59 qytetarëve të këtij qyteti. Pra mira qytetarë të Koçanit janë mbledhur që në orët e hershme të paraditës në sheshin kryesor të qytetit për t'u dhënë nderimet e fundit viktimave dhe për të ndezur qirin. Dhe ata ishin shumë të numër. Ata ishin mbledhur për të protestuar, ku nëpërmjet thirrjeve të ndryshme kanë bërë thirrje për drejtësi, pra që fajtorët të vihen para drejtësisë, po ashtu kanë kërkuar me pikëllim të thellë që të ndalojë sistemi i korruptuar dhe të vijë fund të korrupsionit. Protesta fillimisht ka filluar në mënyrë të qetë, ku qytetarët pra janë mbledhur këtu në sheshin dhe kanë gëzhluar familjarët e tyre, u kanë dhënë nderimet e fundit viktimave dhe më pas janë drejtuar ka objekti i komunës së Koçanit. Para objektit të komunës së Koçanit situata është tensionuar, protestues kanë prohuritur vrasës duke aluduar për autoritetet, pra i kanë quajtur ato vrasës dhe kanë kërkuar drejtësi, duke theksuar se çdo qytetar mund të jetë viktim potencial e sistemit të korruptuar. Ato kanë hedhur vezë dhe gjësinde të tjera ndaj komunës dhe kanë dëmtuar rrethojën e oborrit të komunës dhe një plakat që ishte para objektit të komunës. Kujtojmë se pak para fillimit të protestave, kryetari i komunës së Koçanit përmes një postimi në Facebook ka dhënë dorëheqje të parevokueshme. Për këtë ftoj që të ndjekim materialin në vazhdim. Një ditë pas tragjedisë, kryetari i komunës së Koçanit Lupço Papazov ka dhënë dorëheqje të parevokueshme. Në njoftimin që e ka bërë përmes një statusi në Facebook, ai ka thënë se me të drejtë shumë kush i ka dhënë vërejtje se përse nuk ka dalë dje në opinion, por thotë se vetëm ata që e njohin e dinë se sa i thyer ndjehet dhe se si po e përjeton këtë ndodhi. Thotë se për të asgjë më nuk do të jetë njësoj. Me sjelljen tonë, ne duhet të japim shembullin se si po i kundërvihemi një sistemi që nuk funksionon. Nëse ka ndonjë bazë përgjegjësie nga ana ime, i bëj thirrje prokurorisë që ta hetojë dhe të veprojë në përputhje me ligjin. Për mua, pas kësaj tragjedie, asgjë më nuk ka kuptim. Nga institucionet kompetente kërkon që të hetojnë përgjegjësinë e të gjithë të involvuarve, sepse mosveprimi, siç thotë, është gjithashtu përgjegjësi, por osi që të hetojnë të gjitha detajet dhe të gjenden të gjitha mangësitë dhe të gjithë persona që kanë kontribuar që të ndodhë kjo tragjedi të përgjigjen. Ai shtoi se do të jetë në dispozicion të plotë për institucionet. Statusin e përfundoi duke thënë se gjatë jetës ka punuar me nder dhe përkushtim dhe se asnjëherë nuk e ka menduar se angazhimin e tij do ta përfundojë në këtë mënyrë. Pas asaj që ndodhi në diskotekën Puls në Koçan, kryetari i komunës pati shumë kritika në opinion sepse ai nuk bëri asnjë dalje publike. Sipas ligjit, lejen për punë pas mesnate të lokaleve e jep komuna.
Pavarësisht pra dorëheqjes së kryetarit të komunës nga detyra e tij, qytetarët nuk janë të kënaqur dhe thonë se nuk mjafton vetëm dorëheqja e kryetarit të komunës, ato kërkojnë përgjegjësi nga çdo kush që ka qenë i përfshirë në shkeljen e ligjit edhe në funksionimin e paligjshëm të diskotekës. Pra ato kanë një mlef të madh edhe ndaj pronarit të diskotekës, ku pra në kuadër të protestave ata kanë demoluar edhe një lokal tjetër që ka qenë në pronësi të pronarit të diskotekës. Ndërkohë po vazhdojnë hetimet tek objekti i diskotekës ku ka ndodhur tragjedia. Zona përreth objektit vazhdon të jetë e rrethuar me shirit të policisë dhe nuk lejohet qarkullimi dhe lëvizja në atë pjesë. Sa i përket pacientëve, pra siç është njoftuar më herët, nuk ka më pacient në spitalin e Koçanit, të gjithë janë dërguar në spitalet në Shkup, ndërsa një pjesë e tyre është dërguar jashtë vendit. Për më tepër informata rreth zhvillimeve të tjera rreth tragjedisë, ju ftojmë që të ndiqni edicionin e lajmeve ku kolegët kanë përgatitur materiale rreth gjitha zhvillimeve. Të falenderoj të ut për këto informacione nga Koçani. Ne vazhdojmë 51 pacient që pësuan në tragedinë në Koçani janë dërguar për mjekim të mëtejshëm në 6 shtete të ndryshme, ndërsa pritet që të dërgohen edhe shumë pacient të tjerë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Arben Taravari tha se vendi ka kapacitet për të trajtuar këta pacient, megjithatë, sipas tij vendet e jashtme ato mund të trajtohen në mënyrë më të specializuar. Në anën tjetër, kryeministri i vendit Hristijan Mickoski paralajmëron se hetimi në diskotekën Qudoq do të tregojë shumë gjëra. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari thotë se pacientët të cilët janë në gjendje kritike mund që sot dhe nesër të kenë komplikime. Megjithatë njoftoi se ata tashmë po mjekohen jashtë vendit. Gjithsej 51 pacient janë dërguar për mjekim të mëtejshëm në 6 shtete të ndryshme, ndërsa pritet që të dërgohen edhe të tjerë. Taravari thotë se vendi ka kapacitet për të trajtuar këta pacient. Megjithatë, sipas tij, në vendet e jashtme ato mund të trajtohen në mënyrë më të specializuar. Ministri gjatë ditës do të vizitojë pacientët e vendit tonë që po mjekohen në Sofje dhe Selanik. Siç ju kam thënë, 20 janë në gjendje kritike, ta në gjendje në Selanik dhe Sofje. Planifikoj sot të shkoj dhe t'i takoj, sipas informacioneve që kemi, janë jashtë rrezikut për jetë. Megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm dhe t'u jepet mbështetje maksimale shëndetësore. Ajo që varet nga ne, mendoj se plotësisht e kemi bërë. Ndërkaq kryeministri Hristijan Mickoski paralajmëron se hetimi në diskotekën Qudoq do të tregojë shumë gjëra, por tha se për momentin nuk mund të flas pasi nuk dëshiron të dëmtojë hetimin. Ai shtoi se është shokuese që në mbar vendin vetëm 12 klube nate kanë licencë për të punuar dhe premtoi se të gjitha të tjera do të mbyllen. Ovoj klub izvojdu samo 2 pati licencë. Është shokuese gjendja në këtë drejtim. Erdhëm në përfundim se në vitin 2024 janë dhënë gjithsej 12 licenca për kabare dhe ju tani mund të paramendoni se sa klube punojnë mbar vendin. Prej tyre nuk dihet sa janë valide sepse disave supozoj se u ka skaduar licenca, sepse ato vlen vetëm për një vit, kështu që na pret shumë punë, të gjitha do të mbyllen. Ju premtoj se asnjëra që nuk ka licencë valide nuk do të punojë. Kryeministri dhe ministri u bën thirrje të gjithë atyre që nuk janë të paraqitur ndërsa kanë qenë natën e kopshme në atë diskotekë të paraqiten, kanë ose jo problem shëndetësor. Në vendin ton po mjekohen 84 pacient dhe që të gjithë janë nëpër spitalet e Shkupit. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Mucunski ka njoftuar se do të propozojë që qeveria të mbulojë shpenzimet e familjarëve të pacientëve që po shërojnë jashtë shtetit pas djegjes së diskotekës Puls në Koçan. Ministri tha se nga dje në orët e mëngjesit është formuar shtabi i krizave i cili koordinon procesin e dërgimit të shtetasve të lënduar Maqedonas për mjekim jashtë vendit. Mucunski informoi se në çdo vend ku pacientët dërgohen për trajtim është të caktuar një person kontaktues i disponueshëm 24 orë për prindërit dhe familjet e pacientëve për çdo ndihmë dhe mbështetje. Lista e kontakteve publikohet në faqen e internetit të ministrisë.
Дополнително веќе сино Shtesë në seancë të qeverisë do të propozojnë nga ana e shërbimit për punë përgjithshme dhe të përpashta që të mbulojnë shpenzimet për rrugë dhe qëndrim jashtë shtetit për anëtarët e familjeve të pacientëve maqedonas që mjekohen jashtë shtetit. 23 persona janë të dyshuar për zjarrin në diskotekën në Koçan, ndërsa 11 prej tyre janë në paraburgim. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski tha se mjetet piroteknike në diskotekë ka sjell grupi DNK, ndërsa personi përgjegjës për përdorimin e tyre ka ndëruar jetë. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka deklaruar se deri më tani janë mbi 23 persona të dyshuar lidhur me fatkeqësinë e zjarrit në diskotekën Pulse në Koçan dhe se 11 nga të dyshuarit janë në paraburgim. Ai theksoi se sot janë ndaluar edhe 5 persona ku në mesin e tyre është edhe një ish-ministër, të cilët po përgjigjen para organeve kompetente. Në sektorin për punë të brendshme Shkupe dhe sektorin për punë të brendshme Tetov janë ndaluar 5 persona dhe janë duke u ndërvistuar. Mes tyre është edhe një ish-ministër. Janë kryer kontrollet tek 2 zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë, në një zyrë kontabiliteti dhe në shtëpinë e pronarit. Lëshimi i licencave për objekte të tilla është në jurisdiksionin e Ministrisë së Ekonomisë, ndërsa licenca për këtë diskotekë është e falsifikuar. Në Shtyp, dje janë ndaluar 13 persona, pronari, antar të sigurimit, punëdhënësi, shitësi biletave, inspektorët nga Inspektorati i Tregut dhe Inspektorati i Punës edhe pronari i objektit. Toshkovski bëri të ditur se mjetet piroteknike në diskotek i ka sjell grupi DNK, ndërsa personi përgjegjës për përdorimin e tyre ka ndëruar jetë. Nga një bisedë me një pjesëtar të grupit të DNK-s, u konstatua se lëndët piroteknike i kishte sjellë grupi. Fatkeqësisht, personi që ishte përgjegjës për përdorimin e tyre ka ndëruar jetë. Lidhur me mjetet piroteknike, do të dorëzohet një raport në prokurorinë publike dhe më pas do të dërgohet kërkesë MPB-s, e cila do të konstatojë shtesë, nëse ato mund të ishin përdorur pa certifikat. Në objekt janë konstatuar një sër përrekullësish, të cilat i ka përmendur edhe prokurori publik. Sipas Toshkovski, diskoteka ka funksionuar në një objekt qëllimi i të cilit ishte industria e lehtë dhe jo hoteleria, në të cilin kishte vetëm 2 aparate për të fikur zjarrin për të gjithë hapësirën. Ai tha se koncerti është mbajtur në mënyrë të parregullt sepse nuk kishte marrëveshje me shkrim mes organizatorit dhe interpretuesve. I pyetur lidhur me sigurimin e diskotekave të tilla nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Toshkovski tha se MPB-ja nuk është obliguar të sigurojë çdo objekt hotelerie në Maqedoni të Veriut dhe në rastin në fjalë nuk ka pasur raportim në MPB për nevojën e punonjësve policor. Bashkëshortja e pjesëtarit të ndjer nga grupi DNK Andrej Gjorgjeski, Natalia Gjorgjeska, nëpërmjet një reagimi në rrjetin social Facebook, thotë se informacionet se mjetet piroteknike në diskotekë ka sjellur pjesëtari i grupit DNK janë të rrejshme. Ajo thotë se ditën e djeshme derisa në ankth ishte duke kërkuar bashkëshortin se në çfarë gjendje është, në shtëpi kanë shkuar pjesëtar nga Departamenti i Hetimit Penal dhe e kanë kërkuar të ndjerin në prani të fëmijës pa shpjegime. Njoftimet e rreme se bashkëshorti im po merr mjekim në shtëpi dhe se mjetet piroteknike i ka sjell brenda, ju lutem mos mbroni dikë që duhet të jetë pas grilave. Si bashkëshorte dhe nënë e një fëmije të mitur, tregoni pak dhe mshuri, thuhet në reagimin e saj. Prokuroria Themelore Publike ende është duke ndërmarrë veprime në terren në diskotekën Puls, ndërsa në Koçan sot ka shkuar sërish kryeprokurori publik Lupço Kocevski. Prokuroria bëri me dije se ka zgjeruar ekipin e prokurorëve dhe se janë shtuar edhe 4 prokurorë dhe tani ekipi përbëhet prej 2 prokurorëve nga Prokuroria e Koçanit dhe 2 nga Prokuroria e Shtipit dhe 5 nga Prokuroria e Shkupit. Një ditë më parë janë dhënë më tepër urdhëra për fshirë edhe urdhërin për kontrollimin e servereve dhe një kompjuteri tjetër në Ministrinë e Ekonomisë, si dhe një urdhër për ekspertizë grafologjike të nënshkrimeve në dokumentacion të caktuar. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arbër Ademi thotë se në vitin 2024 Ministria e Ekonomisë e udhëhequr atë kohë nga kuadri i BDI-s nuk i ka dhënë licencë diskotekës Puls në Koçan pasi e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet. Ai theksoi se aksidenti ka ndodhur në kohën kur VMRO DPMN ka qenë në pushtet me kontroll të plotë mbi të gjitha institucionet. Ademi thotë se patjetër duhet të ketë përgjegjësi dhe
llogaridhënie, ndërsa njoftoi se ditëve në vijim do të paraqesin në prokurorinë publike raport dhe prova. Nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arbër Ademi thot se në vitin 2024 Ministria e Ekonomisë e udhëhequr në atë nga kuadër i BDI-s nuk i ka dhënë licencë diskotekës së Plus në Koçan, pasi e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet për dhënien e licencës dhe nuk ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm, ndërsa VMRO DPMN sipas Ademit po tenton të defokusojë opinionin nga përgjegjësit e vërtetë. Në përpjekje për të shpëtuar nga përgjegjësia që duhet të kenë zyrtarët e partisë së tyre, në radhë të parë kryetari i komunës së Koçanit dhe pushtetarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Koçanit, të cilën ndodheshin çdo ditë në objektin ku ndodhin ngjarja tragjike, qeveria e VMRO DPMN-s po përdor trillime për ta orientuar zemërimin drejt kërkimit të përgjegjësisë atje ku edhe nuk ka përgjegjësi. E vërteta e përgjegjësisë është si më poshtë. Aksidenti ka ndodhur në kohën kur VMRO DPMN ka qenë në pushtet me kontroll të plot mbi të gjitha institucionet, si në pushtetin qendror, ashtu edhe në atë lokal apo komunal në Koçan. Ademi thot se patjetër duhet të ketë përgjegjësi dhe llogaridhënie, ndërsa njoftoi se ditëve në vijim do të paraqesin në prokurorinë publike raporte dhe prova se kush, si dhe në çfarë mënyre kanë lejuar të ndodhë kjo tragjedi. Në ditët në vijim do të japim publikut dokumentacionin dhe provat e plota se kush, si dhe në çfarë mënyre ka lejuar të ndodhë kjo tragjedi e tmerrshme dhe do të paraqesim një raport dhe prova të detajuara në prokurorinë publike për të nisur procedurën për përgjegjësi penale për personat dhe institucionet kompetente, sepse duhet të ketë përgjegjësi dhe kjo tragjedi nuk duhet të lejohet të përsëritet më. Arbër Ademi tha se nëse dikush ka falsifikuar një dokument jashtë institucionit, përgjegjësia është e individit apo e grupit që ka bërë të njëjtën gjë dhe duhet të ketë përgjegjësi. Ndërkaq, sa i përket ish-ministrit të ekonomisë Krishtin Bekteshi, Ademi tha se ai është ende në stacion policor, pasi mbrëm është thirrur në bisedë informative lidhur me zjarrin në lokalin e natës në Koçan. Kryeministri Hristian Mickoski ka kërcënuar BDI-n se do ta nxjerrë përveshjen nga shtëpia dhe do të përgjigjen të gjithë. Mickoski thot se ngjarja në Koçan është më shumë se krim dhe është vrasje masive që dikush ka lejuar të ndodhë. Akuza, përplasje, kritika, madje edhe kërcënime nuk kanë munguar nga partitë politike, pozitë dhe opozit, as edhe pas një tragjedie të madhe e të tmerrshme që përjetoi vendi gjatë ditës së djeshme. Kryeministri Hristian Mickoski në rolin e një mësuesi nuk e ka kërcyer veten as pak. Ai ka dërguar një mesazh kërcënues partisë opozitare shqiptare BDI, ku siç u shpreh Mickoski, se përveshje do t'i nxjerrin nga shtëpitë e tyre dhe do të përgjigjen të gjithë. Да им одговорам на ние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите, кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вадиме. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вадиме. Ово треба да го знаат. Ndërkaq, Mickoski thot se ngjarja në Koçan është më shumë se krim dhe është vrasje masive që dikush ka lejuar të ndodhë. I pari qeverisë tha se diskoteka ka pasur vetëm 2 herë licenca në vitin 2021 dhe 2023. Sipas tij, pyetja është se si është nënshkruar licenca dhe në bazë të cilave elaborate dhe cilat të dokumente e kanë nënshkruar. Prej sot, vendi do të jetë në 7 ditë zije për shkak të tragjedisë që ndodhi në Koçan, jetëve të shuara dhe të tjerët që luftojnë për jetën. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të dielën, qeveria mori vendim për 7 ditë zije. Të gjithë duhet të binden vendimit, pasi dënimet për mosrespektim do të jenë të rënda, porositja ekzekutive. Gjithashtu në seancën e qeverisë u mor vendim që detyron Inspektoratin Shtetëror të Tregut të kryer kontroll të jashtëzakonshëm në objektet hotelerike, klube nate, diskoteka dhe diskoteka të hapura dhe njoftojnë më njëherë qeverinë për konstatimet e inspektimit në 3 ditët e ardhshme. Republika e Serbisë të hënën pra sot e ka shpallur ditëzije për shkak të ngjarjes tragjike në vendin tonë,
Edhe Republika e Bullgarisë, duke u solidarizuar me vendin ton, vendosi që të martën e 18 marsit të shpall ditëzie në të gjithë territorin e shtetit të saj. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Mali i Zi. Flamujt e të gjitha institucioneve shtetërore janë ulur në gjysmështisë që nga mëngjesi i sotëm. Në Shkup sot, studentët dhe profesorët kanë mbajtur tubim solidarizues me viktimat e tragjedisë në Koçani, ndërkohë Universiteti Shën Kirilli dhe Metodi ka shpallur 7 ditëzie. Studentët dhe profesorët e Universitetit Shën Kirilli dhe Metodi në Shkup janë mbledhur në hapësirën universitare në shenjë solidariteti me viktimat në Koçani. Tubimi filloi me 7 minuta heshtje, ndërsa janë ndezur qirinj dhe janë hedhur në nënshkrime në librin e ngushëllimeve. Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ju drejtua studentëve duke thënë se prania e tyre sot do të thotë ndërgjegjësim, solidaritet, humanizëm dhe siç tha ajo, kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të tregojmë së bashku në këto momente të vështira. Prania juaj këtu do të thotë ndërgjegjësim, solidaritet, humanizëm, do të thotë të ndash jo vetëm të mirat, por edhe trishtimin dhe dhimbjen. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të tregojnë të rinjtë dhe të gjithë ne që qëndrojmë bashk në këto momente të vështira. Në tubim mori pjesë edhe rektoria e Universitetit Biljana Angelova. Ajo tha se humbja e këtyre të rinjëve është një tragjedi pa mas dhe një plak që nuk do të shërohet kurrë. Nuk e kisha menduar kur se do të më duhej të flisja në një moment kaq të vështirë. Jemi mbledhur këtu sot përballë një trishtimi që fjalët vështirë se mund ta përshkruajnë. Humbja e jetëve të rinjëve është një tragjedi pa mas, një plak që nuk shërohet kurrë. Ndërkaq, kryetarja e Asamblesë Studentore Universitare të Universitetit Shën Kirilli dhe Metodi, Aleksandr Nikolovski, deklaroi se rektorati i Universitetit të Shkupit e ka pranuar kërkesën e tyre për t'u lejuar të mungojnë nga mësimet pa asnjë pasojë. Për shkak të ngjarjes tragjike që ndodhi në Koçan, gjykata kushtetuese e ka anuluar seancën e ligjit të gjuhëve që ishte planifikuar të mbahej me 20 mars. Data e mbajtjes së seancës përgatitore të ligjit për përdorimin e gjuhëve do të përcaktohet në mënyrë shtesë, thuhet në njoftim. Gjykatësit nga Komisioni Venecias, profesor dhe ekspert vendas të njëjtën duhet të jepnin mendimin e tyre për çështjet e kontestuara juridike për ligjin për përdorimin e gjuhëve. Seanca përgatitore ishte planifikuar të mbahej me 20 mars në gjykatën kushtetuese. Lënda e ligjit për gjuhët u formua nga 13 nisma nga qytetarët, parti politike dhe shoqata të ndryshme në vitin 2019, por u aktivizua këtë vjesht. Organizata kulturore humanitare Merhamet në bashkëpunim me ambasadën e Katarit në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka shpërndar pako ushqimore si pjesë e një donacionit të dhuruar nga Fondi i Katarit për zhvillim, gjatë iniciativës bamirëse të realizuar në kuadër të projekteve të muajit të shenjtë Ramazanit. Merhamet me mbështetjen e ambasadës të Katarit ka arritur të ndihmojë shumë familje me pako ushqimore që përmbajnë produkte themelore për të përmbushur nevojat e tyre ditore. Ky projekt humanitar është një shprehje e solidaritetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar duke pasqyruar vlerat e ndihmës së ndërsjellë dhe kujdesit për të tjerët. OKH Merhamet vazhdon të jetë aktive në fushën e ndihmës sociale dhe humanitare duke përpjekur të lehtësojë jetën e atyre që kanë nevojë më të madhe, mjafton dhe njofton kështu organizata humanitare. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka theksuar se në takimin me kryeministrin Albin Kurti është diskutuar për mënyrat e avancimit të procesit të dialogut. Ai ka cilësuar këtë si një fillim të mirë. Pas takimit të Sorensen ka deklaruar në një deklaratë të shkurtër për mediat se procesi i dialogut ka sjellë shumë zhvillime që kërkojnë përpjekje për të punuar mbi to. Kemi pasur një bisedë rreth mënyrës se si procesi mund të vazhdojë dhe të ecë përpara, kështu që është një fillim i mirë. Qëllimi sigurisht është që procesi të vazhdojë dhe të ecë përpara, ka thënë Sorensen.
forward. Right now, Tash për tash, qëllimi im është të flas me njerëz dhe ta kuptoj këndvështrimin e tyre këtu në Prishtinë, por duhet të shkoj edhe në Beograd. Atëherë mundem të ulem dhe ta vlerësoj se ku jemi. Është e qartë se procesi i dialogut ka pasur disa zhvillime. Duhet të punojmë ende në to. Rusia ka konfirmuar se Vladimir Putin do të zhvilloj bisedë telefonike me presidentin e SBA-s Donald Trump me 18 mars. Po kjo është e saktë, një bisedë e tillë po përgatitet për të martën, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov këtë mëngjes, pasi u pyet nga gazetarët nëse Putin do të zhvilloj bisedë telefonike me Trump. Sa kaq, Peskov nuk dha detaje rreth telefonatës që pritet të mbahet nesër mes dy liderëve. Ai tha se shumë punë është bërë gjatë fundjavës duke shtuar se do të shohin nëse kanë diçka për të shpallur të martën. Mbrëmjen e së dielës Donald Trump njoftoi gazetarët se do të flasë me presidentin rus Vladimir Putin të martën. Lajmi për telefonatën me Putin-Trump vjen një javë pasi delegatët e SBA-s dhe Ukrainës u takuan në Arabinë Saudite, ku ata njoftuan perspektivën e një anëpushimit 30 ditor. SBA-ja ende po përpiqet të bindë Rusinë që të bie dakord me marrëveshjen e anëpushimit. Për bisedimet me Putin, Trump tha, unë mendoj se do të flasim për tokën. Është shumë ndryshe nga se ishte para luftës, siç e dini. Ne do të flasim për termocentralet, kjo është një pikpyetje e madhe. Ne duam të shohim nëse mund ta çojmë drejt fundit atë luftë. Ndoshta mundemi, ndoshta nuk mundemi, por mendoj se kemi një shans shumë të mirë. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.